bëjnë të vetën. Është Florida, e cila vjen nga Vermoshi. Është Eraldi, që vjen nga Leskoviku, edhe me Eraldin takuan për herë të parë. Po. Është dhe Juliani, që Luli i Kullës Hupi, që në fakt edhe ky ka shkruajt në portën e flasim.al për të qenë këtu i pranishëm, edhe stafi që organizon këtë podcast. Lul Hupi i Kullës Hupi është njohur me mua në fakt si zë kritik që më nxitnte jetën në Facebook në kohën kur unë kisha atë zakonin e dikurshëm që sa herë hyja në makinë, shija Facebookun dhe filloja komunikoja me idenë që ti respektoja njerëzit. Por duke qenë se flisja pa dorashka, shumë kush edhe i keq kuptonte dhe kështu që thash po mirë. Po e lejmë këtë punë me kaq. Në ndërkohë, me Lulin, mbas sa komunikimeve, jemi njohur sepse kam shkuar atje te Kulla Hupi, është një kryevepër. Dhe pastaj i kam treguar që nuk ka pse ankohet nga qeveria, po duhet shofi rrugën për të punuar me projekt, për të aplikuar me projekt, për të gjetur mundësinë për të marrë mbështetje nga projektet dhe praktikisht ma ka dëgjuar llafin, rrugë më e vështirë kjo, po rrugë më e sigurt. Dhe sot Kulla Hupi është një histori e bukur suksesi në Bulqis, në mes maleve, ku shkon, ngjelet pa fjalë. Dhe pastaj kur zbret që andej, thot tjerëve shkoni dhe ju. Kështu që ja vlen. Ani nuk po e filloj me ty, se ndërkohë dua ta filloj me Eraldin, me letrën që ke shkruar ose mesazhin që ke shkruar në email për të qenë pjesë e këtij podcasti, e ke aty në telefon. Po. Në radhë parë do të falenderoj për ftesën që më bët. Pasi falenderime, po të lexoj. Atëherë. Çka ke shkruar, pastaj I nderuar zoti falenderoj unë të gjerdhe. Po. I nderuar zoti kryeministër, duke parë njoftimin tuaj në rrjetet sociale, mora shkast që shkruaj për të prezantuar një histori që besoj përfaqëson në mënyrë të qartë se si puna, përkushtimi dhe dashuria për vendin mund të kthehet një kodër të thatë nga një nga vreshat më të bukura dhe më të egra të Shqipërisë së Jugut. Kur mekanizmat shtetërore funksionojnë dhe njerëzit e punës kanë mbështetjen e duhur, asgjë nuk është e pamundur. Leskoviku ka një traditë të hershme në Vreshtari dhe familja jon, familja Feyzullah, është përpjekur të ringjallë dhe të modernizoj këtë trashëgimi, duke investuar me pasion në kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës cilësore. Kjo iniciativë nisi në vitin 2010 dhe prej atere ka vijuar të zhvillohet me dashuri, këmbgulje dhe profesionalizëm. Puna jonë është vlerësuar dhe ndërkombëtarisht. Revista prestigjioze Gambero Rosso ka vizituar Vreshtin ton dhe ka botuar një artikull për historinë, sakrificën dhe suksesin e këtij projekti shqiptar. Do të ishte një kënaqësi dhe nder për mua, si Erald Feyzullah, djali i vogël i familjes, i kthyer nga jashtë për të vazhduar dhe zhvilluar pasionin familjar, që të ndaj këtë histori me ju dhe me shqiptarët, si dëshmi se kur ekziston vizioni dhe dashuria për tokën, zhvillimi bëhet realitet. Sa më të mirë, e ke marrë veten djali i vogël i familjes, prandaj të ftuar. Kanë thënë ta ftojmë të djalin e vogël se ju kërkoj që t'i lexoni këto dhe që edhe tjerët të kenë një ide se si sa thjesht është kjo. Unë në fakt do doja që ta bëja dhe një thirrje për të gjithë ata të cilët janë skeptik për sa i përket thirrjes tuaj dhe ta aplikojnë, sepse vërtet sot është radha jonë të jemi këtu, nesër do të radhë e tyre nëse aplikojnë, nëse shkruajnë një email, nëse ju drejtohen, se jo. Tani se cili kjo botë është e guximtarëve, njerëzit guxojnë, provojnë, jo gjithmonë ju del, shpeshherë nuk ju del, por kur del. Florida, mund ta lexosh ti tekstin që ke shkruar, se unë dua që ta dëgjoj bashkë me tjerë. Atëherë jam shumë e lumtur që jam këtu. Expired, faleminderit që na ke dhënë këtë hapësirë tonë, që na ke dedikuar neve kohën tonë të rëndësishme.
Atëherë, unë jam Florida Peraj dhe do të doja të ndaja me ju historinë time. Në vitin 2013 fillova të punoja në një bujtin në Vërmosh. E kështu pas 3 vitesh kur kërkesat për turizëm sa vinin e pushtoshin, por në krah tjetër shumë po largoshin nga zona e Vërmoshit, u gjenda përballë një vendimi të rëndësishëm. Të hapja një biznes timin apo të largosha si shumë tjerë. Por vendosa mos largohem e të qëndroja të ku më takon. Vendosa që shtëpinë tonë ta ktheja një shtëpi pritje. Kjo ishte një thyrje tabush, se si të merri një pagesë nga mysafirët që të vinin në shtëpi, apo si të shërbente një vajzë për të huaj e njerëz që ti nuk i njeh. Por ishte edhe një sfidë. Filluam vetëm me 2 dhomat tona duke fjetur vetë në divan ose në dysheme që t'u aleronim dhomat turistëve. Nuk ishte e lehtë, sidomos për prindërit e mi, lodhja ishte e përditshme dhe as natën nuk mund të pushonin, por sakrifica ishte e nevojshme për një ditë më të mirë. Mua i mend se sa shumë gëzoshim kur merren një rezervim për 2 ose 3 persona, u vinim e gjithë familjen kam dhe një javë përpara që me pas një shërbim mirë. Sot pas shumë vitesh, më për kushtim, kemi arritur të jemi një bujtinë e njohur brenda dhe jashtë Shqipërisë, si bujtina Peraj. Arsimin tim e kam nisur në shkollën 9-vjeçare Demokracia në Vërmosh, e më pas bëjova gjimnazin shkollër, studimet universitare në Tiranë, ku përfundova master shkencor për administrim biznesi. Gjithashtu ne në zonën e Kelmenit kena një event shumë bukur tradicional, kena logun e bezhve dhe aty vajzat konkurrojnë për të bukurën, po aty e bukura është xhobleta, një veshje atë që e lashtë, si që është sot edhe pjesë e UNESCO-s, edhe aty fitova çmimin e parë si Miss Bjeshka. Më mend që me shpërblimin që mora, ishin 240.000 lekë vjetra, isha 16 vjeça. Edhe ideja ishte që do bëj me këto 240.000 lekë, që do diqa për shpinë. Më mend që kam bërë një fshetë korrenti dhe një tapet të dhuratë për mamin. E kështu puna në agroturizëm ka rrit dhe shkollu, është puna pa të cilën nuk mund të imagjinoj jetën. Kam punu gjithashtu në sektorin shtetëror, pra njësisë administrative si punojëse sociale. Dhe do ishte kënaqësi për mua, ndër gjithë tjerë që kam shkruajt, do ishte kënaqësi për mua. Pas ke bërë çarçaf gjatë. E kam bërë. Kaloja fjalën Henrit. Pa. Faleminderit kryeministër. Rrofsh, faleminderit që erdhe. Atëherë, mesazhi që kam dërguar është unë jam Henri Sheu, pasardhës një tradite familjare që prej vitit 1994, ku familja ime ka ngritur normalin e Dajtit biznesin Dajti Paradise, me plot bindje mu themi se jemi biznesi para agroturizëm në Shqipëri, i ndërtuar me përkushtim